Dhe mëngjërësisht në lidhje me paketën e maleve, por njëkohësisht edhe nismet e tjera që kanë si synim mbështetjen e sektorit bujqësor, të agroturizmit, të bujtinave, do diskutojmë me zotin Shpresim Domi, pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës, njëkohësisht njohës shumë i mirë çështjeve të agroturizmit. Zoti Domi, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ta nisim me paketën e maleve, sikur se ndoqëm edhe nga fjala e kryeministrit Rama, objektivi është 1000 investime, pra bëhet fjalë për investime, jo për aplikime. Janë 61 bashki në vendin ton, i bie pak a shumë rreth 16 investime në çdo bashki të vendit. Në mendimin tuaj, është një objektiv i arritshëm? Në tërësi mendoj që objektivi i qeverisë shqiptare në dijenin tim është deri në një afat kohor 2030. Gjykoj që në tërësi është e arritshme, nuk është se nuk është e arritshme, sepse 16 nxitjeje investimesh konkretisht në agroturizme për bashki nuk mendoj që është një problem i madh, për shkak se bashki dhe qeveria qendrore kanë instrumenta në dorë, të paktën potencialin e kanë për të motivuar mjaftueshëm një numër të tillë investitorësh për të nisur sipërmarrjen e agroturizmit. Kur them instrumenta kanë, pra potencialin e instrumenta në dorë, kanë fjalën në sensin e lehtësirave fiskale, në sensin e marrjes së pronësisë, është një motiv jashtëzakonshëm për shumë investitor në gjithë territorin e Shqipërisë, brenda Shqipërisë, por edhe nga jashtë Shqipërisë, mos harrojmë, të interesuar janë edhe nga jashtë Shqipërisë për të investuar kursimet e tyre në këto lloj sipërmarrjesh. Po ashtu janë dhe skema të investimeve të ndryshme që qeveria i ka si potencial flas. Megjithatë, ajo çfarë na ka treguar situata deri më tani është këto instrumenta që përmenda unë, si duket, nuk janë menaxhuar mjaftueshëm mirë, sepse sot që flasim, ne kemi vetëm diku tek 98 sipërmarrje të certifikuara dhe të paracertifikuara agroturistike, të certifikuara plotësisht janë diku te 38 të gjitha, pra është një numër ekstremisht shumë i vogël përballë një objektivi kaq shumë të madh, edhe pse periudha është nga 2026 dhe 2030 4 vite. Të kalosh nga ky numër aktual sot që është fakt në atë objektiv në një hark kohor të tillë është një farë mënyre pak i vështirë. Megjithatë, mendoj që nëse këto instrumente që unë lart përmenda mirë menaxhohen, motivohen shumë njerëz për ta bërë, sepse kërkesa është e jashtëzakonshme për të vërtetës. Por nga gjitha këto që thash, një nga elementet më penguese është prona, paqartësia mbi pronën, pamundësia për të shfrytzuar pronën dhe përjedhoi për të zhvilluar edhe agroturizmin. Pra e kam fjalën që ky është një objektiv i arritshëm nëse mirë menaxhohen gjithë këto elementë, por i vështirë duke u referuar çfarë ka ndodhur deri tani si realitet dhe sa është numri i njësive agroturistike. Mos është disi pasiv pushteti vendor në vendin tonë, zoti Domi, sepse pavarësisht kritikave, pavarësisht thirrjeve, në mënyrë të veçantë për të evidentuar zonat dhe pastaj për të vijuar me të gjitha procedurat e tjera, duket se pushteti vendor janë vetëm disa bashki të numëruara me gishtat e dorës që realisht kanë bërë diçka të tillë. Kjo është shumë e vërtetë, nëse flasim në rrafshin e aktorëve që mund të kontribuojmë në këtë procesin që përmendëm, se instrumenta të tillë që u përmendën i ka dhe bashkia, në sensin e lehtësirave fiskale për shembull, në sensin e lehtësirave procedurale për marrë lejen dhe për të bërë investim. E vërteta është që bashkitë janë de facto jo vetëm pasive, po shpeshherë gati edhe penguese, shumë njësi agroturistike që janë dhe antarë të shoqatës së agroturizmit të Shqipërisë, ku dhe unë bëj pjesë dhe realisht jam edhe në rolin e advokuesit të interesave të tyre, ankohen për procedura të paqarta, procedura të mingarkuara dhe shpeshherë dashakese në momentet e marrjes së lejes. Ka dhe raste ku, për shembull agroturizmet, të cilat edhe për shkak të vendimit të Këshillit të Ministrave qysh në 2018 i njihet e drejta e marrjes së lejes, jo vetëm shpejt, por e duke u përjashtuar nga taksa e ndihimit infrastrukturë. Ka patur agroturizme të cilët e kanë nisur këtë procedurë dhe është kërkuar pagesa e taksave nga ana e bashkisë respektive. Pra ka raste të kësaj natyre që janë tregues faktik të aktorit ose qeverisës lokale, e cila jo vetëm shpeshherë është inaktive, por është edhe nganjëherë penguese. Mos harrojmë për shembull një moment tjetër ku tregohet inaktiviteti i bashkisë është edhe rasti i paketës së maleve, për cilën po flasim.
mos harrojmë nga 61 bashki, mos gaboj, vetëm 40 e kanë nisur këtë proces, sikur e ka shprehur edhe vetë ministri për pushtetin vendor zoti Demo, dhe vetëm 11 bashki kanë propozuar deri më tani, rreth 11 bashki kanë propozuar deri më tani zona zhvillimore, që është një nga hapat më të parë që duhet marrë, propozohet zona zhvillimore edhe për publikun, dhe mbi bazë të zonave zhvillimore miratohen kërkesat e bizneseve që duan ose sipërmarrësit që duan të investojnë. Pra 11 bashki janë sot që flasim qysh prej korrikut të 2025-s, nga 62 dhe vetëm 40 bashki kanë nisur procesin, të cilët nuk kanë propozuar akoma zonë zhvillimore. Ky është një tregues tjetër i një shpejtësie të paktën të ngadalt të përfshirjes së qeverisës lokale, e cila mos harrojmë është aktor edhe më i rëndësishëm se sa qeverisja qendrore, se në fundit në territorin e tyre bëhet fjalë për të zhvilluar agroturizmi dhe sipërmarrje të ndryshme në kuadrin e paketës së maleve. Zoti Domi, gjithsesi në opinionin tuaj mendoni se lehtësit janë realisht jorse për investitorët? Mund përmendim atë që e thatë edhe ju, çështja e pronësisë mbi tokën, por njëkohësisht edhe kam përshtypjen një tjetër incentiv që mund të jetë shumë e rëndësishme, 10 vite pa taksa për 500 parët, por kam përshtypjen që qeveria shqiptare mund të mos diskriminojë në këtë drejtim. Për i së vërtetës, kam shprehur edhe në intervista tjera, për mua paketa e maleve mendoj që është një nga iniciativat në sensin pozitiv më agresive për të motivuar para njëherë investimet e komuniteteve vendase në zonat rurale, se mos harrojmë bëhet fjalë vetëm për zonat rurale në këtë rast, kryesisht malore, por jo vetëm për të absorbuar edhe kursimet e shqiptarëve që tashmë i kanë akumuluar ato gjatë kohës shumë vite që kanë punuar jashtë Shqipërisë, pra për tërhequr edhe emigratët. Po është fantastike të dëgjosh që ti mund të marrësh X hektar, sa të qoftë ajo prona, të cilën e ke përdorur për më shumë se 10 vite, dhe këtë e dëshmon me dëshmi të komunitetit, apo me fatura të trajtimit dhe mbrojtjes së tokës, të pyllit, çfarë do qoftë ajo, ta marrësh me 1 euro, sado hektar qoftë, është e padëgjuar dhe jashtëzakonisht shumë motivuese. Dhe kjo gjë, për të mos përmendur pastaj edhe incentivat fiskale që do të them pak më poshtë, ka bërë që të kemi deri diku 4.000 interesime, 4.000 aplikime, si kundër thotë dhe vetë ministri Demo. Ndërkohë, mos harrojmë, kjo paket do të pranoj të paktën sa është shkruar në ligjin aktual, se kjo mund ta mendohet më vonë, vetëm 500 të interesuar. Pra kemi 4.000 interesime për 500 vende ose të mundshme. Imagjinoj çfarë interesi ka. Mos harrojmë, 1 euro të marrësh tokën, i bashkangjitur fakti që për 10 vite nuk paguan tatim mbi vlerën e shtuar, nuk paguan taks prone, nuk paguan taksën e ndikimit në infrastrukturë, është ai momenti kur ti merr lejen dhe nuk paguan taks bashkisë për lejen e marrë për investimin që do bësh, dhe nuk paguan as tatim mbi të ardhurat. Gjitha këto lehtësira fiskale, i bashkangjitur fakti që ti e merr tokën me 1 euro, ka treguar faktikisht një interes të jashtëzakonshëm. Besoj personalisht që motivi kryesor është prona. Sepse mos harrojmë, jetojmë në Shqipëri dhe Shqipëria nëse ka patur një pengesë të madhe në sensin e hoveve të mëdha zhvillimore, ka qenë prona. Dhe prona është thelbi i paketës së maleve në këtë rast, besoj që është motivi kryesor. Por, edhe këto iniciativat e tjera fiskale, pa diskutim, kanë bërë që të mundur. Dhe pra, për ta përmbyllur, pa diskutim ka qenë një paket dhe është një paket me interes i jashtëzakonisht shumë gjerë. Personalisht duke qenë se kam qenë pak vizibël në raport me këtë temë, kam patur interesime të jashtëzakonshme si brenda Shqipërisë, edhe nga Shqipërisë, se si mund të bëj, ku mund të aplikoj, si mund të veproj, kam interes, kam tokën që e kam përdorur, trashëguar e kështu me radhë për paletra dhe duan ta formalizojnë për të bërë një investim. Dhe mos harrojmë, ky investim duhet bërë për gjithë ata që duan ta dinë për mënyrën se procedura si funksionon, brenda 2 viteve duhet bërë investime dhe në përfundim të investimit ky individ, ky subjekt merr pronën ose certifikatën e provës me fjalë. Zoti Domi, njëkohësisht rrezikojmë që të përballemi me një efekt bumerang pikërisht për shkak të faktit se mund të jenë shumë bujtina, mund të jenë shumë agroturizme. Ne edhe aktualisht e shohim që anë mban Shqipërisë
Ka njësi të tilla. Pra, mund bëhen më shumë se që realisht mund tjetë kërkesa edhe në base duhet një studim kërkesa ofertë, sigur se ndodhë në çdo treg normalisht. Dy momente do ndalesha në radhë për të përgjigjur për pyetjes tuaja. E para njëherë është nëse ka një arsye pse bashkinë janë mënuar kaq vonë dhe për të së dyti kryeministri ka kritika ndaj bashkive, ky është rasti i dytë që ju nxorët pak më parë, pas një mbledhje të para të kohëve që i kritikon ashpër, është fakti që bashkia në fund të ditës ka një staf administrativ. Ka një staf i cili ndoshta nuk është në gjendje ta skanojë territorin e saj në optikën zhvillimor, në optikën e përcaktimit të zonave zhvillimore. Kur themi zona zhvillimore, ti duhet ta diagnostikosh, ta skanosh territorin në aspektin kulturor, në aspektin social, në aspektin ekonomik, në aspektin mjedisorë, në gjithë aspektet e mundshme dhe të thuash se kjo zonë ka potencial. Dhe kjo ka qenë një nga pengesat kryesore, besoj, dhe një arsye të konfliktit dhe temit debatit të kryeministrit që lidhet me faktin që ndoshta kjo mungesë, ky problem mund të lidhet edhe me atë që ju bët pyetje, që mund të kemi një mingarkesë ose jo të subjekteve që ofrojnë të njëjtin lloj shërbimi, sepse mungon kjo aftësia e qeverisës lokale për ta patur një plan, do thoja, të tillë që parashikon ndërtimin e një oferte që i përgjigjet asaj kërkese që ekziston. Megjithatë, për tek sa personalisht unë besoj më shumë te teoria e tregut të lirë. Çfarë do të thënë? Sepse ekziston një diskutim mes ekspertëve të ndryshëm që ndoshta duhet kemi një plan ku ne të përcaktojmë sa është numri i subjekteve që ofrojnë një shërbim, qofshin edhe këta të kujtinave për shembull në turizmin rural. Për mua nuk qëndron kjo teori, për mua tregu është eksperti më i mirë dhe udhëheqësi më i mirë se sa duhet të jetë oferta. Do lindë shumë bujtina, apo do mbijetojmë vetëm bujtinat që i vlen dhe që i kërkon tregu, në sensin e elementve të identitetit, elementve që i vlen turistit në fund ditës. Të tjerat, mbasi do dalin, por nuk kemi ne, nuk është as qeveria qendrore, as bashkia, as komuniteti thotë që kjo zonë ka nevojë për 15% bujtina. Për mua ishte çësia e gabuar dhe ishte ai modeli centralizuar i politikë bërës që besoj vdiq në 1990. Është tregu gjithmonë që vendos kur shëndron treg dhe cili del prej tij. Unë besoj fort këtë. Po. Është parimi bazë i çdo tregu të lirë që funksionon në botë. Zoti Domi, njëkohësisht, duke parë në një këndvështrim më mikro brenda menaxhimit të njësive, atyre që janë aktualisht, por edhe atyre që do të jenë, mendonin se duhet të ketë një apo disa faktorë identifikues, qoftë që të ketë lidhje me kulturën, me traditën, me ushqimet, për këto njësi që shërbejnë aktualisht dhe do të shërbejnë, sepse për shembull rreth e rrotull Tiranës, mbase duke shkuar edhe më larg, është e njëjta menu të gjithë thuajse. Kjo është absolutisht pyetje shumë specifike dhe për këtë ja vlen diskutojmë jashtëzakonisht shumë. Dhe këtu përsëri dalim te roli i bashkisë. Bashkia është një nga aktorët kyç në procesin e implementimit të ligjit paketës së maleve, siç e njohim të gjithë. Sepse mbasi bashkia ka ekzaminuar gjithë territorin e saj administrativ dhe ka propozuar cilat zona mund të jenë për zhvillim kuadër të kësaj pakete së maleve, cilën e propozojnë pastaj ke ministria dhe e kanë propozuar 11 bashki të tilla tek Ministria e Pushtetit Vendor, tani fillon dhe selekton gjithë aplikimet. Për shembull, në Kukos ka rreth 200 aplikime, po jo të gjitha do t'ju pranohen. Ka aplikime nga zona që nuk janë zonë zhvillimore të përcaktuar nga Bashkia e Kukës, por ka shumë aplikime nga zona që janë përcaktuar si zona zhvillimore. Por jo të gjitha aplikimet do të jenë pjesë e mundshme investimeve, sepse gjithë territorin e Shqipërisë janë vetëm 500 subjekte. Ndërkohë vetëm 200 kanë aplikuar vetëm Kukës. Dhe imagjinojmë që kjo nuk është e mundur. Kështu që nga këto 200 aplikime, ndoshta 100 nga këta do të pranohen. Tani, këtu është problemi tjetër e këtij procesi, të cilit i mungojnë kriteret selektuese. Dhe pikërisht lidhe me atë që ju pyetët. Kriteret selektuese mund të jenë të shumë llojshme, por në fundit i vendos bashkia. Unë do të dëshiroja shumë që këto kriteret selektuese nga këto 200 që do përzgjidhen supozojmë vetëm 100, duhet të jetë për shembull sa me identitet është investimi, sa lidhet me territorin, sa lidhet me produktin identifikues të territorit, ai territor apo shtatet me këtë biznes apo biznesi apo shtatet me këtë territor, pikë pyetje,
që e bëjnë më të natyrshme llojin e biznesit në përputhje me karakteristikat e territorit në fjalë. Për shembull, nëse Kuksi njihet për Boronicën, atëherë do i jepë prioritet biznesit që përpunon në Boronicën. Nëse Kuksi njihet për një patate, duhet i jepi prioritet një biznesi që përpunon pataten. E kështu në këtë lloj logjike ne mund të afrojmë, mund të pranojmë bizneset që lidhen ngushtësisht me karakteristikat e territorit, si për Bashkinë Shkodër, Lezhë, Korçë, Fier, apo Belsh, apo përmet e gjithë territorin e Shqipërisë. Po mua kjo gjë do ishte ajo çfarë do thoja unë i përgjigjit më së miri pyetjes tuaj, por do ishte një proces ekstremisht shumë edhe më i drejtë, sepse konkurenca është e madhe për vërtetës. Zoti Domi, njëkohësisht në momentet që flasim, e respektojnë diçka të tillë shumica agroturizmeve në ndjenin time, nëse nuk gaboj ju keni bërë edhe një studim dhe dispononi dhëna mjaft të rëndësishme, mjaft të vlefshme në këtë aspekt. Agroturizmet që operojnë sot që flasim dhe që janë antarë të shoqatës agroturizmit të Shqipërisë, dua ta theksoj këtë sepse agroturizmet e bëra antarë të shoqatës agroturizmit të Shqipërisë kanë plotësuar sa kritere. Ndërto, është edhe pjesa e prodhimit të vetë subjektit. Sot që flasim, një nga elementet më identitar, le të themi, më karakteristik që lidhet me zonën në fjalë, ku ndodhet ky agroturizëm është kulinaria, trashëgimia kulinare. Dhe një pjesë e mirë e agroturizmeve në Shqipëri sot që flasim e prodhojnë diku te 60% produktin që e përpunin dhe e shndrojnë në një gatim tradicional të zonës nga ferma e tyre. Për mua ky është një moment i identitetit rreth parë për të formuar atë agroturizmin si agroturizëm dhe e dyta që lidhet me kulinarinë e territorit. Shumë agroturizme sot, por jo pa diskutim jo të gjitha, kanë filluar të integrojnë në ofertën e tyre edhe etnografinë dhe folklorin apo lirikën siç njihen në zona të ndryshme. E vërteta është që sot që flasim, pjesa dërmuese e agroturizmit po ndërgjegjësohet për ta bërë ofertën sa më të veçantë krahasuar me konkurrentët, por veçantia e ofertës ndërtohet kur ti e ndërton atë mbi bazë të elementeve ekstremisht lokal të ngushtë, të fshatit ku ti ndodhesh, dua të them, dhe jo të bashkisë, por të fshatit. Një pjesë e mirë zotrojnë tashmë këtë ndërgjegjësim, kanë këtë ndërgjegjësim dhe janë në proces përmirësimi të ofertës tyre, por pa diskutim ka agroturizme të cilat janë bërë si investime më shumë komerciale, se sa le të themi biznese që fundit fitojnë vetë, por janë edhe një ndihmë e madhe për komunitetin. Kjo e dyta, për mua është modeli më i mirë i mundshëm. E para është kryesisht nga ato investimet e gabuara, kryesisht edhe të mbështetur nga i parti me të drejtën, të cilët janë agroturizme në letër, por de facto nuk e përfaqësojnë denjësisht për kufizimin si agroturizëm. Mos harrojmë për publikun, agroturizmi ka lindur si koncept për t'i ardhur në ndihmë atyre fermave të vogla të cilat s'po mbijetonin dot për shkak të le të themi të rënjes së fuqisë fitimprurse dhe interesit ndaj bujqësisë, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë, dhe për t'u ardhur në ndihmë kësaj kategorie, për ta diversifikuar ofertën e tyre dhe për të ofruar shërbime përveç se prodhojnë produkte të cilat mund t'i shfrytëzojnë në këto shërbimet e ushqimit, akomodimit, restorantit, dyqanit që mund t'i shfrytëzojnë më vonë. Edhe ky koncept është keq kuptuar në shumë subjekte për vërtetës. Duhet të jetë kusht, zoti Domi, kusht mbase jo, por të jetë më tepër ndërgjegjen e sipërmarrjeve që të bëjmë pikërisht këtë që ju thatë, pra të zhvillojnë, të bëjnë kontrata, marrëveshje me të gjithë fermerët e zonës, në mënyrë që të zhvillohet jo vetëm ajo njësi biznesi, por e gjithë zona, dhe në këtë mënyrë edhe identiteti theksohet akoma më shumë. Pa diskutim, unë bie dakord në parim, le të themi ky është thjesht një opinion personal që nganjëherë për ta çuar zhvillimin në një drejtim që mendohet gjithësisht është më i duhuri, ka nevojë edhe për disa masa shtrënguese që mund të jenë dhe kushte të vëna nga bashkia, kushte të vëna nga ligji, kushte të vëna nga urdhresa nga më të ndryshmet, për një të mirë më të përgjithshme, sepse sipërmarrja është sipërmarrja në fund ditës, mendon për veten e vet dhe fitimin e tij, por politik bërësi mendon për mënyrën se si ky biznes mund të kontribuojë në zhvillimin e zonës. Dhe nganjëherë ndoshta kushte, që ndoshta s'është mirë ti shprehim, e të themi, po nganjëherë kushte të tilla mund të jenë në të mirën e përgjithshme më shumë se sa të një subjekti. Dhe bie dakord.
Zoti Domi, njëkohësisht, përveç paketës maleve, kemi edhe një nismë tjetër të qeverisë shqiptare që sërish synon mbështetje në mënyrë të veçantë sektorit të bujqësisë. Banka Shqiptare e Zhvillimit. Mendoni se njëkohësisht mund të jetë një ndihmë, por a mund të ketë ose a duhet të ketë një alternim mes paketës maleve, pra ata që përfitojnë nga paketa e maleve mund të drejtohen edhe Bankës Shqiptare për Zhvillim për të siguruar një pjesë të financimit, aq sa i nevojitet? Jo vetëm kjo, por unë kam shprehur në një moment tjetër, qeverisja qendrore, po ashtu edhe qeverisja lokale, kur ndërmerr iniciativa fiskale, ligjore dhe financiare, siç është dhe rasti konkret, ligjore është paketa e maleve. Paketa e maleve në thelb synon të formalizoj pronën, por nuk jep para. Parat janë të investitorit privat. Pra prona këtu adresohet, që është një nga problemet më të mëdha të pengesë zhvillimore dhe investuese. Kur i bashkangjitet dimensioni financiar, që është banka që ju përmendet, kredia sovrane, që është po ashtu një tjetër instrument financiar, apo edhe kjo skema kombëtare investimeve, pra ti jep nëpërmjet paketës së maleve pronën investitorit të mundshëm, e ndihmon me kredi të butë apo me kredi që janë të përshtatshme që nesër do t'i kompozoj banka bujqësore, ndryshe nga bankat e nivelit 2, që besojmë që do të ofrojë kredi që janë më të përshtatshme me kapacitetet absorbuese të fermerit, normalisht, plus skema kombëtare investimeve, pra je parat investitorit, plus i thua investitorit që përveç se t'ja të formalizojmë ato, përveç se të dhash edhe financim, po t'jap edhe lehtësira fiskale, duke të përjashtuar nga taksa ndihmimi në infrastrukturë, TVSH, tatimit të ardhurat, apo ato që listuan pak më lart, pa diskutim që krijohet një mjedis, jo vetëm motivues, po një katalizator i jashtëzakonshëm i absorbimit të investimeve, i orientimit të investimeve dhe përjedhoi i zhvillimit në drejtimin e duhur të zonave rurale që po flasim në këtë rast, sepse gjithë këto komponentë që përmenda unë lidhen me bujqësinë dhe zhvillimin rural dhe agroturizmin që përmendëm pak më parë. Mendoj që nevoja e koordinimit të këtyre të komponentit një, paketa e maleve, banka e zhvillimit bujqësor, kredia sovrane dhe skema kombëtare investimit dhe lehtësira fiskale janë 5 elementë të ndryshëm. Nëse nuk koordinohen, që aktualisht fatkeqësisht nuk janë shumë koordinuara për vërtetës. Paketa e maleve është në proces, s'ka skemë kombëtare të investimeve të hapura për shembull. As i part, jo. I part i mungon. Kështu që ato janë si opsione, por nuk janë të koordinuara thuajse fare njëra me tjetrën. As kredia sovrane nuk është fare koordinuar, ose nuk ka kritere ku e prek paketën e maleve si një investitor të mundshëm dhe të avantazhuar në marrjen e kredisë sovrane që është po ashtu sot një skemë e hapur. Dhe kjo ka qenë për mua kritika që janë, nuk është se janë të 5 opsionet në lojë, por janë ekstremisht të pa ndërthurura dhe të pa gërshetuara njëra me tjetrën, që për mua absolutisht është një pikë e dobët. Sot po të pyesësh një investitor nga këto 4.000 të interesuarit paketës maleve, jam i sigurt që nuk e di që ka skemë kombëtare, jam i sigurt që nuk e di që ka një kredi sovrane sot të mundshme për ta marrë, dhe nuk e di çfarë është kjo banka e zhvillimit bujqësor. Dhe kjo është një tregues jo fort i mirë, sepse janë mundësitë, janë instrumentet në lojë, por thjesht duhet gërshetim mes tyre. E qartë. Zoti Domi, ju falenderoj për të gjitha mendimet e sjellja në studio. Ditë mbar në vim.